Para se të kalojmë të kjo pjesa geopolitike, ti je bjeshkatar, i njoftun, që sa vjet, bile ke shkruar një libër me Omer Gjemailin, me kardiologun e njohur shqiptar në Zvicër, prej më të mirëve zvicran, për këtë avanturë të anën të ecjes. Haruki Murakami, shkrimtari japonez, i ka memoret çka flas kur flas për vrapin. Çka flet në dy fjali Enver Robelli kur flet për bjeshkatarin? Nuk është vetëm ecje, është zbulim i historisë. Po nisëm nga Zvicra, për shembull, unë po të mos dilja me ecë, nuk do ta dija që Aleksandar Mojsiu ka qenë rob lufte në Francë dhe zvicranët, një delegacion zvicran në traditën e kryqit, kur Zvicrane ka shpëtuar dhe ka sjell në Aroza të Zvicrës, një fshat alpin në kantonin e Graubündenit, ku drejtor i njërit prej hoteleve më të famshëm është një shqiptar, Bardhyl Coli, dhe ku në shpatijet e atij resorit jashtëzakonshëm përshëndesin thojza dhe dy shqiptar tjerë, janë dy are që i kanë shpëtu zvicranët dhe i kanë sjell nga Shkodra në Alpet e Zvicrës. Nuk do ta dija që Dora Distria ka qenë alpiniste në Zvicër. Nuk do ta dija që Dom Lazar Shantoja ka shërbyer si preft në kantonin Jura në kufi me Francën. Nuk do ta dija që përkthyesi i famshëm Vedat Kokona si student në vitet 30 ka bërë një udhëtim edhe në për Zvicër deri në Suedi, dhe kur e takon një zvicran pranë liçenit të Lucernit, dhe fillojnë të bisedojnë, dhe zvicrani thotë Shqipëria nuk dallon shumë nga Zvicra, por ju keni problem me malarian. Ne tani s'kem problem me malarian, po kem problem me infrastrukturë. Do thonë është e pa imagjinueshme se si nuk kemi një sistem të mirë të transportit publik, dhe unë jam dashamirës shumë i madh i trenit, sepse mendoj që treni është shpëtim. Imagjinone sikur të kishim një linjë hekurudhore që njerëzit të vinin nga Gjakova në Prishtinë për 40 minuta. Nuk do të kishte askush nevojë të jetonte patjetër në Prishtinë. Dhe të gjitha këto më fascinojnë. I kam pa nga lart, absolutisht. E sa i përket Kosovës, në Kosovë dua ta përjetoj një Kosovë tjetër. Një Kosovë përtej këtyre debateve të brendshme politike këtu brenda ose nga tresave. Nganjëherë kam përshtypjen që jeta publike në Prishtinë zhvillohet mes atyre kafeve të Ministria e Kulturës dhe deri te kuvendi. Kjo është hapësira jon ku ne zhvillojmë debate. Kjo është hapësira jon mendore, kjo është hapësira jon intelektuale, dhe kjo është absolutisht e vërtetë. Ekziston edhe përkthehet në debatet e mramjes. Absolutisht, po. Ekziston një Kosovë tjetër të cilën ne nuk po e marrim parasysh, as si gazetar. Nuk e dim çfarë ndodh në Dragash, nuk e dim çfarë ndodh në Pej, nuk e dim çfarë ndodh në Prizren. E kuptojmë ndoshta kur ndodh ndonjë krim i tmerrshëm, por nuk e dim çfarë po ndodh në Mitrovic, në Lipjan, dhe këto janë ato pjesë që e përbëjnë Kosovën. Unë u di shumë jam shumë mirënjohës një grupi të bjeshkatarëve nga Gjakova, me të cilët unë para 10-12 viteve kam shkuar në Theth, jam gjitur në Gjeravic, dhe ata më kanë hapur një shteg të jashtëzakonshëm për ta parë një Kosovë tjetër. Herën e kaluar kur isha këtu, vajta me një miktimin me Sali Shoshin në Gjeravic. Ai atje kanë ndërtuar një shtëpis të vogël, dhe thotë që unë nuk mund t'u jap hall turistëve nga gjithë bota të cilët vinë aty. Ishte një firmë amerikane që shet artikuj sportiv që kishin ardhur aty për të xhiruar spote për klientët e tyre. Do thonë, malet e Gjeravicës janë një margaritari i Alpeve të Kosovës dhe të Shqipërisë, dhe kjo është nxitja që më shtyn shumë për ta zbuluar një Kosovë, dhe me që kaluam nga manastiri Deçanit, u futa në manastir, dhe
Në bisedë me Morgjit aty, zbulova që në vitin 1933 aty në manastir ka qenë shkrimtari i famshëm zviceran Max Frisch, i cili ka lënë edhe një shënim. Dhe për mua, unë jam dashamirës shumë i madh i mikrohistorisë, sepse mendoj që historia sociale është shumë e rëndësishme për të kuptuar një shoqëri. E historia jonë është shpesh e shkruar vetëm në betejat mëdha, në konferenca, në demonstrata, por për te gjitha këtyre ka ekzistu edhe një jetë e përditshme dhe këtë e kemi lënë anash. E kemi lënë anash për shembull është zhdukur ka vdekur një gjeneratë e tërë njerëz që kanë përjetuar aksionin edhe kanë mbijetuar aksionin e ardhmëve vitet 50-ta dhe ata nuk i ka intervistuar pothuaj askush dhe ata i kanë marrë me vete gjithë ato rrëfime të cilat për gjeneratat e ardhshme janë jashtëzakonisht të çmueshme sikur të ishin ruajtur. Okej, këtu po përmbyllim këtë pjesë, e cila ka marrë një emision tonë, besoj. Kështu që po bëjmë pjesën e dytë të këtij rrëfimi më njëherë mas kësaj pauze.